Situata në lindjen e mesme vazhdon të përshkallëzohet ndërsa pritet mesazhi i parë publik i udhëheqësit të ri suprem të Iranit. Nuk është ende e qartë nëse mesazhi i tij do të publikohet në formë videoje apo si deklaratë shkruar, por pritet të përcaktojë drejtimin politik dhe ushtarak të vendit pas zhvillimit të fundit. Ndërkohë, një shpërthim i fuqishëm është raportuar në impjantin bërthamor, një nga objektet më të rëndësishme të programit bërthamor iranian. Ushtria e Izraelit deklaroi se kanë tërmarrë gjithashtu sulme ndaj kompleksit të Telegan pranë Teheranit, duke pretenduar se aty zhvilloheshin aktivitete të lidhura me armët bërthamore. Tensionet janë reflektuar edhe në tregjen ndërkombëtare të energjisë. Çmimi i naftës u rrit gjatë natës mbi $100 për fuqi, megjithëse më pas u stabilizua pranë këtij niveli. Rritja ndodhi pavarësisht vendimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë për të hedhur në treg rreth 400 milion fuqi nafte nga rezerva strategjike për të stabilizuar furnizimin global. Autoritetet iraniane paralajmëruan se nëse konflikti përshkallëzohet më tej, çmimi mund të arrijë deri në $200 për fuqi. Ndërkohë, ngushtica e Hormuzit është shndruar në një pikë kyçe për përplasjet ushtarake. Sulmet ndaj anijeve tregtare janë intensifikuar dhe gjatë natës janë raportuar shpërthime në të paktën 2 cisterna, të tjera me ujërat e Irakut. Një anije lidhur me interesat amerikane, Safe Sea, me flamur të ishujve Marshall, u godit në pjesën veriore të gjirit persik, pasi sipas autoriteteve iraniane kishte injoruar paralajmërimet e marinës së gardës së revolucionare të Iranit. Irani ka lështuar gjithashtu paralajmërime më të forta duke deklaruar se në rast sulmesh të tjera ndaj territorit apo ishujve të tij strategjik, gjiri persik do të lahet mbi gjakun e pushtuesve. Në të njëjtën kohë janë raportuar goditje ndaj rafinerive të naftës në Irak. Sulmet janë kufizuar vetëm në det. 2 drone janë përplasur në bazën Camp Singara në Kurdistanin irakian, duke goditur një restorant të kompleksit ushtarak italian Il Fortino brenda aeroportit të Erbil. Përplasja shkaktoi zjarre dhe dëmtime në disa automjete, por ndërhyrja e personelit arriti të kufizojë flakët. Ndërkohë, në një tjetër incident të rënd, baza amerikane në Kuwait u godit nga sulme të atribuara të Gardës së Revolucionare Islam. Sipas njoftimeve paraprake, të paktën 100 ushtarë amerikan kanë mbetur të plagosur. Situata mbetet e tensionuar edhe në Beirut, ku një sulm i ushtrisë së Izraelit në një plazh të qytetit ka shkaktuar deri tani 11 viktima dhe rreth 30 të plagosur. Konflikti në rajon vazhdon të përshkallëzohet ndërsa komuniteti ndërkombëtar po ndjek me shqetësim zhvillimet që mund të ndikojnë në stabilitetin global dhe në tregjet e energjisë.